Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 22, data 22 dhjetor të 2025-ës. Kemi të bëjmë një ditë që nga njëra anë na jep shumë, që në anën tjetër na e merr me përqindje. Kjo do të thotë pikërisht kjo ditë është një ditë që vërtet ka të bëjë shumë me çështjet nga më të ndryshmet, sepse pikërisht data 22 do të thotë që Afrodita në katërkëndësh me shqiptarin me Saturnin tek Peshqit. Ky është një kënd mjaft i vështirë në lidhje me disa kufizime që na pëlqejnë, po mirë na bën sepse ka të bëjë shumë me financat, na tregon pasigurinë, ndërsa duhet të shohim dëshirat tona, të ndezim pasiguritë tona. Kjo do thotë në ndikimin që ka të bëjnë me binjakët, Virgjëresha, shqiptari, Peshqit, të ditëlindjes dhe sidomos të ditëshit të tretë, duhet të jenë të kujdesshëm në këtë aspekt. Mirë është që sa më të kujdesshëm të jeni, aq më mirë është për juve për të zgjidhur çështjet problematike në anën tuaj, sepse është një mundësi, është një kohë në përshtatshmëritë që do të keni juve, ose pritshmëritë që juve doni të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse lidhet shumë me karrierën, po një nga anët e tjera që do të thotë në bisedime, kjo ditë është një ditë mjaft kërkuese për gjëra që doni të bëni, për mundësitë që do t'ju jepen më vonë, sepse nëse do marrim tani, për shembull, flasim në anën tjetër të gjërat i lëm pas dore, unë do thosha që pikërisht në këtë ditë kaq mbase e vështirë në plan të parë, por fillimi i javës, fillimi i çështjeve, një javë të mbar ju uroj. E mbarë ka për të qenë në anën e ndikimeve të punës ose mbylljen kontratave të rëndësishme, se jemi afër Krishtlindjeve dhe kjo na bën që çdo gjë që niset ose duam të bëjmë diçka në lidhje me punën tonë, të stabilizojmë ekonominë dhe gjërat e tjera. Por megjithatë, kjo ditë është një ditë që supozohet që ka të bëjnë me anën e financave, ka të bëjnë edhe me biznesin, ka të bëjnë edhe me para cash. Për ju që keni tregti për shembull, ose që merrni me gjëra të tjera, duhet pasur shumë kujdes, ju të nxitoheni. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, fillim jave, si dita e hënë, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë kemi astrologu.al, faqen roz shkon atje. Atje tek ajo fotoja e klikoni e para dhe aty pastaj mund të abononi në lidhje me paketat që juve intereson ose ata që juve keni më të qartë për sa i përket gjërave që doni. Dhe për sa i përket çështjeve në anën tjetër, flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni mesazh, e provoni mesazhi nuk vjen. Atë pse nuk vjen? Sepse kemi këtë butonin këtu, duke na bërë subscribe, automatikisht mund të dërgoni mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Por juve që doni që në kohën që neve apo juve kërkoni një parashikim të detajuar, atëherë kemi membership. Duke u klikuar, duke abonuar atje, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në privat. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit dhe ku dashi ka mundësi ose ka rëndësi për punën? Një javë të mbarë dhe ditë të mbarë ju uroj juve të shenjës së dashit, dhe edhe pse e vështirë si ditë, por është një ditë që jo e pakalueshme, sepse kur jemi me këmbë tokë dhe dim çfarë bëjmë, asgjë nuk ndodh. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Virgjëresh dhe me Bricaptë dhe ditës së dytë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqenëse demat në këtë periudhë mund ta quajnë të tyren kohën ose gjërat që ndodhin, fenomene të ndryshme, momentet ku ndodhin fenomenet, por është një mundësi tjetër se kjo periudhë është mjaft e ndërlikuar në lidhje me ekonominë ose me gjërat e tjera që do të keni, por duket se disa çështje problematike, mund të themi, disa çështje që vërtet kanë zgjidhjen e duhur në ekonominë, ndryshime të tjera që do të lidhen, por pak vëmendje jo të nxitoni në punë në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Virgjëresh,
Dhe me ujor, duke të mbara, nuk ka problem për të shqetësuar këtu, sepse gjërat janë shumë pozitive, madje është dhe koha e duhur për të zgjidhur çështjet e mëdha në masdite për anën tuaj dhe kohën që doni të rregulloni gjërat. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët tani në këtë periudhë kanë një farë ndikimi për kontratat më tepër, se kur keni të bëni me kontratat, mendojeni shumë për të realizuar ose për të shkuar në finish. Kurse në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, keni të bëni me ujor, keni të bëni me peshorët e diçit dytë, që është perfektja, edhe jo diçka problematike, sepse koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj, edhe pse jo, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar dashurinë dhe gjërat e tjera. Por një bashkim familjar duket se është me peshk të diçit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforeve duket se tani për tani marrin një vendim shumë të rëndësishëm në ekonomi, marrin një vendim shumë të rëndësishëm në gjëra që do të ndikojnë në punë, do të ndikojnë në gjërat e tyre, por koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim, nuk është se ka diçka që mund të shqetësoheni, sepse dhe periudha kur ndodhin fenomenet, edhe periudha kur ndodhin gjërat, është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv për sa përket punës dhe karrierës, lidhje me karrierën, ka diçka shumë mirë, por meqense juve keni disa problematika të ndryshme, kanë probleme kalimtare, do të thoshon jo diçka që mund të duket ose mos jetë ajo që prisni ju, koha ka treguar që jeni me fat, por mundësit i keni dhe mund t'i zgjidhni ashtu siç ju dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e diçit të parë dhe me peshk, ka diçka shumë mirë për gaforet. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luanët. Për luanët duket se tani është momenti dhe koha e duhur për sa përket disa zgjidhje problematike që mund keni pasur, disa çështje që mundet edhe mos të zgjidhen, por do prisni pak një farë periudhe, por meqense juve keni mundësinë dhe si ditë hënë që është një moment mjaft i mirë për të parë se çfarë do të bëni në javën në vazhdim. Por pikërisht dita e sotme është ditë reflektimi ose të rishikoni çfarë mund të bëni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me shqetëtar duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëreshat duket se tani e tutje, sado që gjërat janë të vështira në anën tuaj ose kanë diçka që nuk shkon për arsye të punës ose për arsye të karrierës, por duket se është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku do të zgjidhni shumë çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e diçit parë dhe me ujorët e diçit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe tepër mirë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshores, meqense peshorët duket se tani kanë marrë stafetën në dorë dhe e dinë shumë mirë çfarë bëjnë, në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me takimet që ata kanë, takime të mira, jo problematike. Dhe është një moment shumë i mbar në vazhdimsi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforet e diçit parë dhe me ujorët e diçit të tretë, është diçka shumë pozitive, por duhet pasur kujdes jo të nxitoheni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Për sa i përket shenjës së akrepëve, akrepët duket se çdo gjë që ndikohet, çdo gjë që rregullohet, meqense një mundësi mjaft e mirë në plan të parë, sepse akrepët duket se ndikimet të mëdha që kanë ose guvernatori i tyre që është Plutoni mund të ndikohet shumë me Saturnin, me mësuesin e universit të guvernatorit të Britsjapëve, kanë një ndikim shumë mirë tani në këtë periudhë, edhe pse me disa vështirësi të vogla, por janë kalimtare dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luan dhe me peshk është e mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve duket se tani kanë disa mundësi, një kohë, që është e përshtatshme në çështjet ekonomike financiare, ose nëse doni të bëni një udhëtim rutinë
për punën e juaja dhe gjatë rrugës të jeni një bashkëpunim, dhe kjo është e mundur të ndodhi sepse është koha, është edhe momenti i duhur për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjë me vijeshtë dhe dishit parë, me dashje dhe dishitet, është diçka që mund të ndikohet në një të ardhme të afërt për lidhje apo çështje serioze. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët duket se tani në këtë periudhë, pikërisht 8 hënë, është një moment ku gjërat do të jenë pozitive në çështjet ekonomike financiare, pozitive në çështje që kanë bënë me ndryshime të mëdha, sidomos lidhjet që janë lidhjet mjaft afatgjate, lidhjet që ndikohen në fushën e punës, fushën e karrierës, në fushën e ndryshimit. Sidomos Bricjap gafore ka diçka mjaft pozitive, por ka dhe ndikim shumë të madh në lidhje me shitjet parë, të ditëshit parë, në fushën e dashurisë se një takim pune, por dhe me një Bricjap të 10 ditëshit të dytë, ku koha është mjaft e mirë për të biseduar, edhe pse mund të jetë pak me sybet për arsye të 10 ditëshit të dytë, se me Bricjap kanë ndikime pozitive, nuk është se s'kanë, por 10 ditëshit e parë ka një diferencë shumë madhe me 10 ditëshin e dytë, ose 10 ditëshit e tretë me 10 ditëshin e parë. Nuk janë njësoj, por gjithsesi kombinimi është i mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani është një moment mjaft i vështirë nëse doni të bëni ndryshim pune. Ujorët e dashur, unë ju them, ju bëni si do e parë zemrës tuaj, nuk është koha për të nxituar. Më mirë shikojeni pak në plan afatgjat se sa të rregulloni se të bëni gjëra që nuk duhet. Prandaj keni kujdes në këtë drejtim, mos u nxitoni në marrje vendime të rëndësishme, por rishikoni, pastaj veproni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep dhe me gafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, si do të thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, meqenëse peshqit duket se tani kanë marrë një vendim shumë të rëndësishëm në lidhje me takim pune, në lidhje me vendime që mund të merren vendime të rëndësishme financiare, një moment mjaft i mirë për të zgjidhur problemet që keni ose çështjet madhore që keni, është dhe koha dhe momenti më i mirë i mundshëm duke parë se çfarë do të bëni, sepse gjithmonë në peshqit e kanë të mundur për të zgjidhur problemin, kanë të mundur për të arritur qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me akrep të 10 ditëshit parë dhe gaforët të 10 ditëshit të tretë kanë diçka mes tyre, por dhe momentet janë ata që janë shumë pozitive dhe afatgjat në ato çka do të bëjnë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të ditës së hënë, të datës 22 dhjetor të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roshkun atje, e tentuar sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati atëherë për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin duke na bërë subscribe. Nga unë Ropulla, ju uroj një ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt.